أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, sallallahu sallim wa barak ala rasulillah. Falënderimet, lavdërimet e lartësimet I takojnë vetëm atij Allahut fuqiplot, krijuesit të gjithësisë, sunduesit të gjitha botrave. Atë falënderojmë, lavdërojmë, lartësojmë për çdo begati dhe mirësi të cilat Allahu fuqiplot na I ka dhënë. Atë Allahun fuqiplot, Zotin e vetëm e falënderojmë për begati dhe mirësi si që janë shëndeti, familja, pasuria dhe begatia dhe mirësia më e madhe ajo është udhëzimi. Allahun fuqiplot e falenderojmë posaçërisht për begatinë dhe mirësinë e madhe ajo është xhamati dhe begatinë dhe mirësinë e madhe që na dha që ne të shoqërohemi në mëxhelise apo në ndëje të khairit. Dhe me do e mos lutim Allahun fuqiplot që këto ndëje të khairit, këto ndëje tona të jenë, këto mëxhelise tona të jenë nga ndëjet e khairit dhe të jenë ndëja ku ne synojmë kënaqësinë, dashurinë e Allahut fuqiplot. Dërgojmë salavatën me pejgamberin sallallahu rabbi wa salamuhu alaihi, mbi familjen e tij të ndershëm dhe mbi të gjitha ato të cilët e pasojnë ndjekën rrugën e tij deri në ditën e llogarisë. Të ndershëm vëllezër dhe motra, me lejen e Allahut fuqiplot, ne vazhdojmë mëxhliset tona me shpjegimin, leximin dhe me shoqërimin e librit Adabul Mufrad apo Enciklopedia e Etikës Moralit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të ndershëm vëllezër dhe motra, u bë traditë në këto mëxhlise tona që ne ta përkujtojmë njëri tjetrin së pari veten për ato që kemi folur ne në mëxhlisin e kaluar apo në ndjen e kaluar apo në ligjëratën e kaluar. Ne kemi folur për kapitullin e 13, ai është bab birrul walid al mushrik, kapitulli I cili flet apo kapitulli I cili Imam Buhariu ka deshur që të flas për njeriu I cili duhet të respektojë, të nderojë prindërit të cilët nuk janë musliman. Transmeton hadithin e parë nga shënon hadithin e parë nga Sa'd ibn Abi Waqqas I cili thotë se shkurtimisht duke përkujtuar njëri tjetrin, thotë se janë 4 ajete të cilat janë shpallur, janë zbritur dhe unë isha arsyet e zbritjes së tyre. E para është ku thotë ku nëna ime u besatua subhanallah. Kemi folur me gjatë për këtë, u besatua se nuk do të hadhe pi derisa ta lë Sa'd ibn Waqqas fenë Muhammedin, Allahun, Islamin. Dhe subhanallah al-azim wa bihamdi, Allahu fuqiplot e shpall ajetin ku thotë wa in jahadaka ala an tushrika bihi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Në qoftë se ata të këshillojnë të rvatën çka që ti ti bësh Allahu fuqiplot shok, atëherë çka ti I obligohet që ti mos t'i ndëgjosh ato. Dhe atëherë Allahu fuqiplot në vazhdim thotë wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, dhe sidhu mirë me prindërit e tu. Ajeti I dytë është thotë Sa'd ibn Waqqas, atëherë kur ne ishim në një luftë dhe mua më pëlqeu një shpatë, e kisha për zemër, e doja shumë dhe I thash ja Rasulullah, a mund ta marrëm këtë shpatë? Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë e informon Sa'd ibn Waqqasin se Allahu fuqiplot e shpallja ajetin nga sura Al-Anfal, ajetin e parë, Bismillahirrahmanirrahim, yes'alunaka 'anil anfal, dhe të pyesin për plaçkën e luftës. Ajeti I tretë është ku Sa'd ibn Waqqas thotë ku I isha semur dhe erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ziyaret, në vizitë dhe e pyete ja Rasulullah, a mund ta la pasurinë në trashëgimin gjysmë? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo. A mund të la 1/3 dhe atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ndal, nuk foli asnjë fjalë dhe atëherën filluan shpalljet e ajeteve për trashëgimi dhe për ndarjen e pasurisë.
Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lejoi një të tretën dhe ajeti i katërt është ku Saad ibn Waqas thotë se isha me ansarët, që do thotë kemi thënë se kjo kishte ndodhur në kohën e Medinës, në qytetin e Medinës dhe isha duke pirë verë, pi alkoholike dhe atëherën një nga ansarët me preku hundën me një copë mishin nga deveja dhe shkote pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për t'i treguar se çka ka ndodhur. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na tregon dhe thotë se Allahu fuqiplot e shpalli ajetin për rreptësisht ndalimin e pirjes së alkoolit. Imam Buhariu në këtë kapitull shkurtimisht subhanallah transmeton e shënon hadithin e 25 të radhës, ai është hadithi ku Esma bint Ebu Bekr, vajza e Ebu Bekrit radiallahu anhuma, thotë se një herë erdhi tek unë në Naime radhibeten, kishte me shpresë të madhe se unë do ta lë Muhammedin, fenë Muhammedit, Islamin, Allahun të vetmin Zot, dhe unë shkova tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta pyetur çka të bëj, a ta respektojnë të nderojnë nënën time? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më tha po, respektojnë nderojnë nënën tënde. Dhe Imam Buhariu e shënon hadithin e 26 më radhë dhe hadithin e 3 të fundit të këtij kapitulli 13, ku shkurtimisht Omeri radiallahu anhu ishte një herë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një pazar në treg dhe i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, pse nuk merr një këmish nga mendafshi, që të jetë e bukur e mirë, që të jesh bukur i veshur në ditën e xhumat, përdorësh në ditën e xhumas dhe çka ta kesh kur të vjen ndonjë delegacion, të tregosh respekt ndër etj. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha se kësi lloj veshjesh nga ky material veshin ato të cilët nuk kanë hise në ahiret. Subhanallah. Me një farë mënyre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaloi këtë rrobat nga mendafshi dhe atëherë çka po ndodh se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fiton disa rroba nga mendafshi dhe ja dërgon një copë nga ato rroba, ja dërgon Omerit radiallahu anhu, dhe Omeri radiallahu anhu shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tregon, ja Rasulullah, ti më parë më tha se nuk guxoj të vesh etj, po për çka tani më dërgon mua? Subhanallah, si ta vesh ja Rasulullah? Edhe atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tregon dhe i thot, nuk ta dhash, nuk ta dërgova që ti ta veshësh, që ti ta përdorësh, po për ta dërgova që ti ja jap gjë tjetër, ta shitesh, ta bash copa, ta digësh etj. Dhe çka bëri Omeri radiallahu anhu, ja dërgoi vëllaut të tij i cili akoma nuk ishte pranuar Islamin, Zeidit, në Mekë. Mesazhi kemi thënë dhe për ta përsëritur dhe për ta përmbyllur përsëritjen, mesazhi i këtyre 3 haditheve, ulemaja tregon dhe thonë se mesazhi është një dhe i vetëm ai që qofshin prindërit tanë apo çdo njeri musliman dhe jo musliman, besimtar dhe jo besimtar i mirë apo i keq, ne jemi të obliguar që t'i respektojmë çdo njeri, çdo krijesë, çdo njërin. Por sidomos prindërit tanë e ka një farë grade më të lartë, një nivel më të lartë dhe ne jemi të obliguar që ato t'i respektojmë në nivel më të madh dhe në nivel më të lartë t'i respektojmë deri në t'i ndëgjojmë ato. Ne vazhdojmë me kapitullin e 14 të radhës, është kapitulli Bab la yasubbu walidej. Ky kapitull flet për njeriu i cili nuk guxon, nuk duhet t'i shaj prindërit e tij. Subhanallah. Ja Allah, duke lexuar vetëm kapitullin, duke ndëgjuar vetëm kapitullin, njeriu po pyetet veten, pyetet njëri tjetrin, si mund të ekzistojë një njeri i cili, një krijesë e Allahut fuqiplot, i cili i shan prindërit e tij. Ja Allah, si mund të ekzistojë një njeri i cili i ofendon, i fyen prindërit e tij, ja Allah, subhanallah. Por fat të keq, ne jemi dëshmitar të një gjendje të mërzitur, të mërshme. Dhe para të arsye ne mundohemi me këto mëxhilise, me këto ndeje, me këto ligjërata që ne ta motivojmë njëri tjetrin ta përmirësojë gjendjen tonë, ta motivojmë njëri tjetrin që t'i respektojmë dorën prindërit tanë më tepër, ta ruajmë njëri tjetrin tek e mira, tek e dobishme. Dhe subhanallahu alazim bihamdi,
Imam Buhariu transmeton e shënon hadithin e 27 me radha ish hadithin nga Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu ku thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë qala nabi sallallahu alaihi wasallam min al-kaba'iri an yashtimma ar-rajulu walidayhi. Subhanallah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot nga mëkatet e mëdha është njeriu t'i shaj prindërit e tij. Subhanallah, së pari përmendon në urtësinë e Imam Buhariut. Imam Buhariu ishte në mundësi që të shkruaj në kohën e tij libra të shumta. Kishte mundësi që të shkruaj librin El-Kabair, mëkatet e mëdha. Kishte mundësi që në këtë libër apo edhe në Xhami Sahih al-Bukhari që të shkruaj një kapitull vetëm të lidh El-Kabair, vetëm të transmeton hadithe të cilat flasin vetëm për mëkatet e mëdha. Por Imam Buhariu kemi thënë se çdo i tretë apo i katërti kapitull Imam Buhariu e kishte përmendur një nga hadithe min al-kabair. Kemi thënë hadithi i parë të cilin e kemi kujtuar, ajo është hadithi min al-kabair, janë ato 9 pika. E para është shirk billah, do të thonë ti bëjmë Allahut shok, naudhu billah. Dhe e fundit e 9 është që ne ti mos respektojmë prindërit tanë, të mos jemi të ndëgjoshim ndaj tyre. Subhanallah. Në kapitullin tjetër të radhës kemi thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se një nga mëkatet e mëdha është kur prindërit vajtojnë nga mosdëgjoshmëria e fëmijët. Allahu akbar. Edhe këtu kemi hadithin e parë ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë dhe Imam Buhariu transmeton apo e shënon se prej mëkateve të mëdha është kur njeriu e shan prindërin e vet. Allahu akbar. Ne merakosemi. Ne i pyesim veten, subhanallahu, si mund të ekzistojë një njeri i cili e shan prindërin e vet. Subhanallah. Ne tani po i thomi vetes, si mund të ekzistojë një njeri i tillë, si mund të ekzistojë një ves kaq i mërzitshëm, i trisht, subhanallah, i hidhur. Ne sikur edhe sahabët të pranishëm duke ndëgjuar këtë hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyetën kejfe yashtimu, si e shan apo si e ofendon, si e fyen prindërin e vet. Subhanallah, e pyetën sahabët të merakosur, të mërzitur në një farë formë, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë qala yashtimu ar-rajulu fayashtimma abahu wa ummuhu. Njeriu kur ti e shan dikën, edhe ai i shan prindërit e tu, e shan babën, nënën tënde, subhanallah. Imam Buhariu shënon edhe një hadith tjetër të cilin ne do t'i lidhim njëri me tjetrin. Ai është hadithi nga Abdullah ibn Amr ibn al-As ku thot se Abdullah ibn Amr kishte thënë min al-kabairi 'inda Allah ta'ala an yastasibba ar-rajulu li walidayhi. Te Allahu i lartësuar është mëkat i madh që njeriu ta provokon dikën tjetër edhe ai t'ia shaj prindërit e tij. Subhanallah. Ulemaja, dietarët ishin pyetur në çfarë forme apo si mundet njeriu ta shaj prindërin e vet. Në cilat forma njeriu mund ta shaj prindërin, ta fyejë, ta ofendoj prindërin e vet. Janë disa mënyrë, janë disa metode, janë disa forma për fat të keq. Njëra nga ato është që ne mundohemi me këto mexhlise që ta largojmë nga shoqëria jonë, ta largojmë nga veset tona të keqia, është mos ndëgjoshmëria ndaj prindërve tanë. Mos kujdesja ndaj prindërve tanë. Subhanallahu, shpesh herë ndëgjojmë ku pasha Allahun e dim raste dhe shumë raste ku njeriu i ka prindërit e tij edhe nuk i viziton, nuk i thret, nuk flet me to,
nuk i shikon, nuk i mbikëqyr, nuk i respekton, nuk i nderon. Kemi raste tjera ku pasha Allahun dëshmojmë se kemi rastin ku njeriu për shembull jo një i vetëm, ku njeriu me vite nuk e ka vizituar prindërin e tij apo prindët e tij. Dhe çka? Ai prind ndron jetë. Dhe nuk vjen ta vizitoj prindin tjetër të gjallë. Ndodh rasti tjetër ku çka? I vdek edhe prindi i tjetër, ku me vite dhe vite nuk i ka vizituar asnjërin as tjetër. Nuk i ka respektuar dhe nderuar. Edhe ky është një nga format e ofendimit fyerjes së prindërve tanë. Duhemi të kemi kujdes të madh. Shpesh herë ndëgjojmë dhe një nga metodat të këqija të sharjes ofendimit dhe fyerjes së prindërve është edhe ai i cili kur ti e ngrit zërin ndaj tyre, kur ti e ngrit fuqin, dorën ndaj tyre, kur ti atyre nuk i ndihmon, kur ti ato nuk i mbikëqyr, kur ti nuk i mëshirshëm ndaj tyre. Allahu Akbar. Dhe njëra nga format është ajo të cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na tregon këtu është që ne ta provokojmë, ta ngacmojmë atë tjetrin dhe ai tjetri çka do na shajm prindit tan. Allahu Akbar. Me domos do na shajm prindit tan. Subhanallah. Dhe forma tjetër është në hadithe transmetime tjera është ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë kur ti ja shan prindin e dikujt tjetër, ai ta shan ty. Jo, ti nuk e ke shoh prindin dikujt tjetër, po ti e ke shoh prindin tënd, për arsye se ti ke prek dikën tjetër. Ti e ngacmoj tjetrin dhe ai tjetri të shau ty. Ti shoh prindin tënd. Allahu Akbar. Duhemi të kemi kujdes të madh ndaj këtyre gjërave, sidomos kur është në pyetje. Allahu, pejgamberi dhe prindërit tanë të ndershëm vëllezër dhe motra, duhemi të kemi kujdes të madh. Dëshmojmë në një shekull 21 shekull ku dëshmojmë shekullin e lehtësimeve, teknologjisë, shekullin ku ne mund të respektojmë nderojmë prindërit tanë shumë më lehtë se të parët tanë. Ti dua më tepër, ti mundësojmë dashuri, ti mundësojmë mëshirë, ti mundësojmë mbikëqyrje, ti mundësojmë shumë dhe shumë gjëra tjera. Dhe për atë arsye ne mundohemi me këto mëxhlise ta paramisojmë gjendjen tonë, ti shikojmë pikat e dobta negative, ti bëjmë ato, ti sillim në pikat pozitive, ti bëjmë gjërat më bukur dhe më mirë në shoqërinë tonë. Është më rëndësishme që ne ta kuptojmë se këto hadithe Imam Buhariu me domos i shënon, i transmeton për të na treguar madhësinë, madhështinë, rëndësinë, vlerën e madhe. Ku thot minel kebair. Thot se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka treguar rëndësinë e madhe, madhështinë e madhe të këtyre gjërave. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka thënë se njëra nga mëkatet e vogla apo duke krahasuar këtë me këtë. Jo, ka thënë një nga mëkatet minel kebair, një nga mëkatet e mëdha janë çka? Ta fysh ofendosh, ta shash prindin tënd, subhanallah. Do ta di mirë se çka do të thotë kjo në gjuhën arabe, ash-shatm. Ash-shatm do të thotë an-nisbatu ila al-qabiha, marrëdhënie, ka e shëmtuara, ka e keqe, ka diçka jo e rehatshme, jo e mirë, jo pozitive, etj, ka kuptime të shumta. Por ash-shatm do të thotë diçka e cila me domos nuk ka kurrë fare të bëhet vetëm çka shart të madh. Subhanallah, të ndershëm vëllezër dhe motra, duhet ta di mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na edukoi në formën më të mirë. Ai ishte edukatori ynë më i mirë, ishte mësuesi ynë, ja Allah. Ishte mësuesi ynë sallallahu alaihi wasallam më i mirë, më ndershëm, uswatul hasana, shembulltyra më e mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të shokëve të tij, ashabëve i thotë: "A doni t'ju tregoj se është një copë mishi në trupin e njeriu, me të cilën mund ta fitoni xhenetin dhe mund ta fitoni xhenemin, mund ta fitoni parajsën dhe zjarrin." Allahu Akbar. Sahabët e pranishëm duke ndëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam u marakosen, duhet ta dinë cila është ajo copë mishi me të cilën mund ta fitoj xhenetin dhe xhenemin. Ja Rasulullah na trego, ja Rasulullah na trego, ja Rasulullah na trego. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë lisan, gjuha. Thotë me gjuhën mund ta fitosh xhenetin, me gjuhën mund ta fitosh xhenemin. Allahu Akbar. Duhemi të kemi kujdes të madh. Para mendoni ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë nga mëkatet e mëdha është çka?
ti shash prindin tënë. Nuk mund t'i shash prindin tënë vetëm se vetëm së pari mund t'i shash me çka? Me gjuhë. Ti ofendosh me gjuhë. Ti fyesh me gjuhë. Subhanallah. Shumicën nga ato vepra, nga veprat në këtë botë fillojnë çka? Nga gjuha. Lafdhan. Dhe pastaj bëhen amelen. Subhanallah, duhet ta di mirë se nga kjo gjuhë apo nga një fjalë janë vrarë shumë njerëz. Nga një fjalë janë nda vëllezërit, janë nda familjet, janë nda bashkëshortet, janë nda në shoqëri komshiu, fëqinji, janë bëç rregullime të mëdha për një fjalë. Për një fjalë të gojës nuk flasin prind me evladi, me fëmijët. Me një fjalë të gojës nuk flasin vllau me vllau, me një fjalë të gojës nuk flasin motra me motër, vllau me motër, nuk flasin, subhanallah, për një fjalë të gojës. Duhet të kemi kujdes të madh të ndershëm vëllezër dhe motra, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si edukatori ynë më i mirë, mësuesi ynë më i mirë dhe më i dashur, na tregon se ne duhemi të kemi kujdes të madh ndaj kësaj fjale, ndaj gjuhës, dhe Allahu fuqi plot tregon vlerën e madhe, rëndësinë e madhe të gjuhës në shumë ajete, duke treguar se sharja dhe fyerja dhe ofendimi janë me do mos të ndaluara në Islam. Subhanallah, sharja dhe fyerja janë bërë diçka normale, ku çdo e dyta apo e treta, mos të them edhe më tepër se çdo e dyta apo e treta fjali është një apo dy sharje, një apo dy ofendime. Po t'ja shash dikuj prindin apo po t'ja shash dikuj diçka, është diçka normale. Diçka se ti thush dikuj mirdita, apo shije, apo etj. Subhanallah, për fat të keq, por duhet ta di mirë se Allahu fuqiplot e ka ndaluar të njëjtën gjë. Allahu fuqiplot në Kur'anin famlar kishte përmendur shumë dhe shumë ajete, por ne do t'i cekim disa nga ato, duke marrë dobi nga ato inshallah me lejen e Allahut fuqiplot, edhe me këto qëllimet tona, me këto ajete dhe hadithe të cilët do t'i cekim tani, do të synojmë që t'i shpjegojmë sa më mirë këto dy hadithe dhe t'i kuptojmë sa më mirë, edhe ne pastaj çka ti mësojmë sa më mirë dhe ti praktikojmë inshallah me lejen e Allahut fuqiplot. Allahu fuqiplot me do mos se ka ndaluar ofendimin, sharjen e tjerë, e ka ndaluar talljen, fyerjen, përqeshjen në shoqëri, siç e themi, ta ulim dikë e tjerë. Allahu fuqiplot në një nga ajetet thot, në surën Al-An'am në ajetin 108 thot: mos i ofendoni ata të cilët i lutën, i bën ibadet, i bën adhurim kujt? Idhujve. I bën ibadet tjera kujt pos Allahut fuqiplot. Dhe çka? E ata në armiqësi do e ofendojnë, do e fyejnë kënd Allahun fuqiplot. Këto është ofendimi më i lartë, është ofendimi dhe Allahu fuqiplot. Ofendimi Allahun. Me ofendu, me fyj, me sha Allahun fuqiplot. Të ndershëm vëllezër dhe motra, Allahu fuqiplot në këtë ajet e ndalon që ne t'i fyejmë ato të cilët i bëjnë ibadet, adhurim dikujt tjetër pos Allahut. Pse? Mos ta shohin Allahun ton. Mesazh është që në qoftë se ne ja shohim fenë dikujt tjetër, ja shohim Zotin e dikujt tjetër, ja shohim besimin e dikujt tjetër, ja shohim mendimin e dikujt etj, duhet të kemi kujdes të madh se mos dikush tjetër të na shohë neve Allahun Zotin ton. Mos ta shohë dikush neve fenë ton, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam pejgamberin ton. Allahu akbar. Duhemi të kemi kujdes të madh. Dhe ky ajet, siç kemi thënë se ka ajete të cilët kanë arsyen e zbritjes, sebebin e zbritjes, dhe ky ajet ka arsyen e zbritjes së tij. Dhe arsyeja e zbritjes së tij është ku besimtarët transmetojnë disa hadithe duke na treguar, duke na argumentuar se besimtarët i shanin idhujt. Dhe atëherë mos besimtarët çka e shanin Allahun fuqiplot. Dhe Allahu fuqiplot e shpall këtë ajet duke ja ndaluar besimtarëve që ta shohin që t'i shohin idhujt, që t'i shohin zotërat atyre të cilët nuk besojnë në Allahun fuqiplot. Duhemi të kemi kujdes mirë, duhet të kemi kujdes të madh që ne mos t'ia shohim besimin e dikujt tjetër, mos t'ia shohim fenë e dikujt tjetër, mos t'ia shohim Zotin e dikujt tjetër. Pse? Me qëllim që mos ta shohim dikush neve Allahun ton, Zotin ton.
Allahu fuqiplot thot që ne gjuhën tonë ta përdorim që të flasim mirë. Allahu fuqiplot në surën Al-Isra në ajetin 53 thot وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Thot Allahu fuqiplot thuaj robërve të mi, kuj? Thot thuaj ju njerëzve, thuaj ju krijesave të mi, që të flasin në mënyrën më të mirë, që të flasin fjalët më të mira, fjalët më të dobishme, më të bukura. Dhe në vazhdim Allahu fuqiplot thot shejtani lanetullahi alej, djalli ndërmjet njerëzve dhe bën çrregullime. Në qoftë se ne do të jemi nga ato të cilët nuk flasin fjalë të mira të buta, fjalë të dobishme, çka? Shejtani hyn dhe bën çrregullime, bën ndarje, bën gatarresa në shoqëri, bën gatarresa ndërmjet njerëzve. Dhe po ashtu, kë ajet ka arsyen sebepin e zbritjes, arsye e zbritjes e këtij ajeti është ku jo besimtarët i shanin sahabët dhe Allahu fuqiplot i këshilloi sahabët me shpalljen e këtij ajeti, me zbritjen e këtij ajeti, i këshilloi sahabët besimtarët e asaj kohe se të flasin fjalë të mira. Për çfarë do arsyet, ato të jenë shembull për tjerët. Allahu akbar. Dhe Allahu fuqiplot për ta përfunduar nga ajetet e Kur'anit dhe për të folur për hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Allahu fuqiplot e përshkruan fjalën e keqe si çka? Shajaratin khabithatin, ku thot në ajetin në ajetin në surën Ibrahim 26, në ajetin 26 thot ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. Thot fjala e keqe është sikur pema e keqe e cila është shkëputur nga toka, e cila nuk ka dobi nga të, është shkëputur, nuk ka dobi nga të. Edhe ashtu është fjala e keqe, nuk ka dobi nga ajo vetëm se vetëm ka sherr. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar dhe na ka edukuar se muslimani me do e mos nuk fën, me do e mos muslimani nuk mallkon, me do e mos muslimani besimtari mundohet që të flasë vetëm fjalë të mira, fjalë të buta, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në disa transmetime, në disa hadithe të ngjashëm thot, muslimani është ai i cili prej gjuhës dhe dorës së tij janë të sigurt muslimanët e tjerë, apo në transmetim tjetër thot ku besimtari është ai i cili prej gjuhës dhe dorës së tij janë të sigurt besimtarët e tjerë, apo në transmetim tjetër janë të sigurt njerëzit e tjerë. Subhanallah. Çka është muslimani apo çka është besimtari? Ku ai tjetri, musliman apo jo musliman, besimtar apo jo besimtar, nga gjuha e tij dhe nga dora e tij janë çka? Të sigurt të gjithë. Allahu akbar. Ky është ai synimi jon që ne të jemi besimtar, që ne të synojmë ka kënaqësi dhe shoqëria Allahu fuqiplot dhe të tjerë të jenë të sigurt nga dora apo dhe nga gjuha jon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e shumta, por ne do të cikim shkurtimisht disa, ku thot men amana billah, kush beson në Allahun, wa yawmil akhir, ditën e llogarisë, le të flas fjalë të mira, faliyakun lil khair au liyasmut. Të flas fjalë të mira, të flas mirë apo të hesht, të mos flasësh. Allahu akbar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kush beson në Allahun, të vetmin Zot dhe në ditën e llogarisë, çka? Të flas vetëm mirë ose të hesht. Mesazhi i bollshëm për sonte. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith me të cilin ne do ta përmbyllim, ai është hadithi ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot se fjala e mirë është sikur sadakaja. Po ta flasësh një fjalë të mirë, sikur që jap lëmosh, sikur që jap sadaka. Se ajo numërohet fjalë e mirë sadaka, numërohet sevape. Shpërblim. Por subhanallahu t'ia thuash dikujt tjetër një fjalë të mirë, një këshill, një motivim etj, do kesh sevape.
do kesh shpërblim për atë. Por, të ndershëm vëllezër dhe motra, përmbyllja e gjithë mëzhlisit ton të sonëtëm është, në qoftë se ne flasim mirë dhe bunë ndaj prindërve ton, cila do të jetë shpërblimi, cila do të jetë sevapi, apo cili do të jetë kënaqësia, ajo do të jetë hadithi të cilin e kemi përmendur, ku pejgamberi sallallahu ka thënë, dhe sahabët, ku transmetohet se thuhet, ridha'u rabbi fi ridha'il walid. Pardon, kë nuk është nga pejgamberi sallallahu, po ishte nga sahabiu ku thot, ku kënaqësia e Allahut është kur Allahu është i kënaqur kur është prindi i kënaqur me të. Subhanallah. Don kënaqësinë e Allahut fuqi plot, atëherë do të kesh kujdes mirë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka thënë koti se një nga gjërat e mëdha është çka? Që ti mos të respektosh prindin tënd. Pra mendoje në qoftë se ti i respekton, ti do të jesh nga ato të cilët kërkojnë kënaqësinë dhe dashurinë e Allahut fuqiplot. Të ndershëm vëllezër dhe motra, ne lutim atë Allahun fuqiplot që të na bëjë nga njerëzit të ndershëm dhe së pari të sinqert. Lutim Allahun fuqiplot që ta shtojë sinqeritetin ton, që të na bëjë nga ato të cilët do të jenë të sinqert në vazhdueshmëri dhe të jenë të vazhdueshëm në veprat të xhairit dhe të dobishme. Lutim Allahun fuqiplot që ne të marrim dobi nga këto mëzhëriset tona. Lutim Allahun fuqiplot, krijuesin e gjithësisë, sunduesin të gjitha botrave, sunduesin e zemrave dhe shpirtërave ton, që të na mëshirojë neve, të na i falë gjinahet neve dhe prindërve tonë dhe besimtarëve në ditën e llogarisë. Lutim Allahun fuqiplot që të mëshirojë prindërit tanë siç na kanë shikuar, edukuar, rritur kur ne ishim të vogël. Lutim Allahun fuqiplot që siç na ka bashkuar sonte në këtë vend të bekuar në shtëpinë xhamin, të na bashkojë në gradë më të larta të xhennetit Firdaus. Amin. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.